kur ecet janë përvendor ose të huaj është se përvendor ndoshta më shumë është për ecje fizike, është aktivitet fizik. Okej. Se realisht që ato që e di unë për shorën ose për prizrenin e dinë edhe që ata që vinë me mua, nuk është problem për ata. Ata më shumë e shohin si aktivitet fizik që i hikin rutinës javore që e kanë punë edhe vinë bojnë aktivitete me neve. Kurse të huaj që është dhe më herët është diçka krejt një eksperiencë unike që e përjetojnë. A është më mirë mali me borë apo kur është pranverë për ju? Normal është më lehtë kur është pa borë, po edhe me borë e ko. Po më mirë? Është edhe më bukur edhe me borë, po ndoshta shfaq pak problem te klientat, se zakonisht kur ka borë ka nevojë edhe për pajisje shtesë. Kështu që është më lehtë edhe ndoshta edhe më pranvera është perfekte, kështu që edhe ngjyrat edhe gjitha janë më të mira. Nuk e di pse, po mendoj ti vetë përmende më herët që tha njerëzve ju duket na shta lodhje. Edhe realisht kur na po folim, edhe unë veç po ju mendoj, se nuk kom qenë asnjëherë, po ju mendoj tu hec, domethënë, në përmale, gjithmonë kom mendu që është shumë atraktive, dhe prap vazhdoj me mendu që është atraktive, po në një anë, nuk e di pse po mendoj që shumë njerëz që na shikojnë mendojnë njëjtë, domethënë me hec, me dalë mu lodhë. A është lodhje që është hec për mi kry disa punë? Jo, nuk është. Realisht nuk është se kur të bëjmë për shembull hecje kështu të private me shoqëni ose diçka, na bëjmë ecje edhe pak më të gjata, ndoshta edhe shpesh bëjmë hegare me shokë dhe thojmë atë fund ditës se mi lodh çat shumë që nuk e menojmë, ase thojmë javën tjetër du me pushu, po kur vjen e mërkurja më njëherë kështu ku më shkuë me bë planin për javën e ardhshme. Nuk është lodhje sikur që shecim për shembull kështu në qytet ose diçka, është krejt një eksperiencë ndryshe se të çliron shumë edhe psikikisht edhe ajri edhe gjitha kanë atë efektin e vet. Se na realisht tu jetu çdo ditë në pluhen, në farë forme, mandej kur shkojmë në një vend ku është ajri i pastër, kam një përshtypje dhe na ndikon edhe derisa pastrohem, e kemi një farë ndikimi edhe negativ, derisa organizmi mësohet me çat ajrin e pastër edhe të mirë. Na ke dërgu disa foto shumë të mira, që kanë shumë, përveç që janë të bukra mu pa dhe kanë kuptim, edhe kisha pas dëshirë tash me na lëshu regjia, me na shfaq, edhe me i pa mi komentu ka pak. Kjo, ku është ky vend? Ky vend është shumë special, se ky guri kur jam i ulëm, është quhet Trekufini ose Kësulja Priftit, është pjesën më jugore të Kosovës, afër fshatit Restelica dhe Brod. Këtu ku jam i ulëm unë janë ku takohen 3 shtetet. Është Kosova, Maqedonia e Veriut edhe Shqipëria. Mbrapa meje shihet mali i Korabit dhe këtu janë kollozat e fshatit Restelic. Edhe ju këtu keni qenë me grup, apo keni qenë ju, se ti tregove para podcastit që tha, kur shkoj, domethënë me shoqni, është një farë relaksi, se nuk kam përgjegjësi. Këtu ke qenë me grupin kështu shoqëror, apo? Foto që është bo, kam qenë me një shok, po zakonisht kjo pika ku është kalon edhe, domethënë, shtegu Hajskardus, edhe zakonisht mundemi me bo edhe këtë pjesë për fshatit Restelic në qajt Shqipërisë që e bojmë. Po këtë foton këtu që e kom bo, kam qenë me shok, jo, kështu me grup.